mosardhja e kryetarit, domethënë është e bazuar sepse nuk ka çka me tregu tjetër pos që kanë sistemu familjar dhe janë duke e zhvat komunën e Malishevës në secilin fushë. Mosardhja e kryetarit aktual në rand parë është ofendim edhe nënçmim është edhe për media që nuk pi respekton. Po ja nisi nështë ta valon me ty, a çfarë ta mërmenja pse s'ka ardhur kryetari i komunës? Mosardhja e kryetarit të komunës për mua është mungesë respekti për qytetarët e Malishevës dhe frikë nga ballafaqimi me faktet që ju veç përmendet. Valon tjetër, prej guxohit, apo ta mërmenja, mos t'i ka tut juve diçka? Atëherë përshëndetje për gjithë, konsideroj që mosardhja e kryetarit, domethënë është e bazuar sepse nuk ka çka me tregu tjetër pos që kanë sistemu familjar dhe janë duke e zhvat komunën e Malishevës në secilin fushë. Se lajden mos po din ti na informat shtesë, a e dim se s'vjen njeri? Drejtën me ju thonë, mosardhja e kryetarit aktual në rand parë është ofendim edhe nënçmim është edhe për media që nuk pi respekton, se është e treta herë që kemi emision dhe po na mungon. Edhe logjikisht ai që ik ballafaqimit sigurisht që e ka mizën në kapuç. Gëzim, çka po thu? A kina informatë pse s'vjen? Informata nuk kam, po në mënyrën që kryetari del në për media, tek mediat që ka qasjen në skenar dhe regji. A po del atë vetë, po full që apo dal? Edhe bojkoton mediat me debat për një me edhe me ballafaqim me fakte, mendoj që qëto është problemi. Fatmir? Vlerësoj se mosardhja e kryetarit komunës është mos respekt ndaj qytetarët komunës Malishevës dhe padyshim ballafaqimi në debate me kundërkandidat është edhe betejë në kuptimin edhe të programeve, edhe betejë para media për shkak se ju jeni korrektues të vazhdueshëm punës tonë si udhëhes qoftë lokal, qoftë niveli qendror. Envera, kina informosh shtesëve? Apo din pse çapi tutët e kremi? Pashanere njëtë nuk e di, veç që di që janë dy gjona që përcjellin këtë fushat dhe mendoj që kjo është një normë apo një rregull i prishur i demokracisë, i llogaridhënies dhe i përgjegjësisë, si kryetar komunës që ka qeverisur 4 vite dhe është një papërgjegjësi ndaj qytetarëve, ikja nga e vërteta nuk është e mirë, cila do të qoftë e vërteta, qoftë e mirë, qoftë e keqe, duhet ballafaqohemi. Është një prishje e rregullit demokratik.